brenda tyre ka një gërvishtje të vazhdueshme. Një tension i brendshëm që nuk pushon. Ata ndihen të zemëruar për aftësitë, rritjen ose suksesin tënd, edhe kur nga jashtë duken të qetë. Rritja jote i përplas me një ndjenjë të thellë inferioriteti. Jo sepse ti po bën diçka gabim, por sepse përparimi yt u kujton gjithçka që ata nuk kanë guxuar të bëhen. Ata ndihen më pak se ti. Jo në mendje, por në shpirt. Ka frustrim të thellë, ata duan atë që ti je, por nuk mund ta arrijnë. Jo për mungesë mundësie, por për shkak të frikës dhe një vetjeje të coptuar që nuk është integruar kurrë. Lumturia jote i mbush me ankth. Sepse gëzimi yt kërcënon kontrollin e tyre. I bën vigjilent. I bën të pasigurt. Ata nuk janë në gjendje të festojnë, jo sepse nuk duan, por sepse çdo sukses i yti e thekson zbrazëtinë e tyre të brendshme. Dhe aty lind një dëshirë e fortë për dominim. Një impuls për të zvogëluar. Për të errësuar. Jo për të fituar, por për të ndjerë përsëri të sigurt. Cilësitë e tua zgjojnë hijen e tyre, ato pjesë të vetes që ata i kanë refuzuar dhe nuk kanë guxuar kur t'i integrojnë. Në vend që ta përballojnë hijen, ata e projektojnë tek ti dhe ky projekcion ushqen kritikën, xhelozinë, manipulimin.